Ministri i Mjedisit Sofjan Jaupaj, në një deklaratë më 10 shkurt, u pyet mbi mbetjet e rrezikshme në Durrës dhe theksoi se ka 2 rrugë për t'i zgjuar. Eksporti jashtë vendit. Nëse ekspertët vlerësojnë se mbetjet duhet të dërgohen jashtë Shqipërisë, Ministria e Mjedisit do të bashkëpunojë me Agjencinë e Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara për plotësimin e dokumentacionit ligjor. Azgjësimi në vend. Nëse ekspertët vendosin se mbetjet mund të azgjësohen në Shqipëri, Ministria do të ofrojë mbështetje dhe do të bashkëpunojë me subjektet private që kanë licencat për këtë lloj mbetjesh. Procesi do të jetë transparent. Jaupaj gjithashtu shtoi se Ministria po merr të gjitha masat për të garantuar që praktikat mjedisore të jenë në përputhje me ligjet e Bashkimit Evropian, duke investuar në infrastrukturë, ujë të pishëm, trajtimin e ujrave të ndotur dhe industrinë e rëndë. Ai vlerësoi se për plotësimin e standardeve të BE-s nevojiten rreth 9.8 miliardë euro. Nga analizat e marra në 11 nga 102 kontenjerë në zonën e Porto Romanos, u konstatua përmbajtje shumë e lartë e zinkut dhe hekurit, të shoqëruara me plumb, bakër, klor dhe squfur. Kontenjerët janë në dorëzim të Agjencisë së Administrimit të Pasurive të sekuestruara dhe konfiskuara.